Përshëndetje gjithëve, takohemi si çdo ditë në orën 16:35 në temën e ditës këtu në RTS. Do ndalemi ditën e sotme dhe do bëjmë një bisedë me analistin Klementin Mile për gjithë aksionin opozitar, protesta që pritet të ndodhin gjatë këtij muaji, por dhe qasin që ka majoranca dhe betejë me drejtësinë. Klementin, të përshëndes, kënaqësi që të kam në RTS. Faleminderit për ftesën, Armër. Më bëri shumë përshtypje një analizë jote në rrjetet sociale, një qëndrim i joti për qasin që ka opozita. Dua ta shëroj pak më shumë për opinionin publik. Ishte një kauz që ti kishe kapur shumë mirë. Si po sillet opozita deri tani? Gjë e parë që duhet, ne duhet të shikojmë lëvizjet e opozitës, nëse duhet të kuptojmë strategjinë e saj. Se fundja fare, siç është gjithmonë shprehja, artisti njihet nga vepra e vet. Në këtë kuptim edhe politikanët dhe opozita në këtë rast si formacion njihet nga lëvizjet që po luan në fushën politike. Unë kam analizuar në fakt disa lëvizje të opozitës, jo vetëm atë që po i referohen ju, besoj, por që ishte nga zoti Berisha, apo jo, por edhe nga zoti Sheaj, për shembull, ose edhe nga sot për shembull nga zoti Kapri, që është një eksponent tjetër i partive të opozitës, Partia Mundësia, për të parë në një farë mënyrë edhe pak raportet dhe pozicionimin e këtyre forcave në bllokun opozitar. Dhe ajo që shoh është që për shembull nga njëra anë nga Partia Demokratike, e udhëhequr nga zoti Berisha, shoh më tepër jo iden për zgjerim, pra jo edhe aq shumë objektivin për të zgjeruar, por më shumë zgjeruar me aleat, për të zgjeruar në kuptim për të rritur. Jo vetëm në sensin e por edhe brenda partisë, po thua. Po shikoni, ne flasim për jemi në një kohë që fushata është e përhershme, në sensin që nuk është një muaj fushata para zgjedhjeve, po është gjithmonë. Që do thotë çdo gjë që bën, ditë për ditë, cila do forcë politike, ndikon, akumulon për mirë ose për keq, për një trend rritës ose për një trend zbritës, pikë. Pra në rezultatin që do jetë pastaj në fund kur të bëhen votime, atëherë kur ka votime. Në këtë kuptim ka gjithmonë një lloj burse politike, po themi, ku çdo lëvizje jep ndikimin e vet, qoftë për përmirësuar pozicionin e një aktori ose një partie ose për ta përkeqësuar. Dhe unë po them këtë gjë që Partia Demokratike e udhëhequr nga zoti Berisha, në këtë moment nuk shoh që të ketë një objektiv për të rritur, pra për të zgjeruar me më shumë votues, me më shumë, jo vetëm në kuptimin e po themi partive opozitare, po edhe në kuptimin e, si thuash, edhe votuesve që mund t'i afrohen. Por më së shumti shoh lëvizje për të mbajtur atë që ka, për të entuziazmuar dhe energjizuar ata votues që në një farë mënyre Partia Demokratike i ka patur dhe i ka, si më thënë i ka zakonisht, dhe por kjo është vetëm njëra gjë, njëra anë. Nga ana tjetër kemi për shembull parti si ajo e zotit Sheaj, pra Partia Mundësia, e cila nuk ka të njëjtin objektiv, është një fazë tjetër. Pra, nëse Partia Demokratike mobilizon dhe synon që atë pjesë të elektoratit që ka aq sa është ta mbaj sa më të motivuar, sa më energjike për veprim, për shembull për protesta etj. Nga ana tjetër kemi zotin Sheaj, i cili përpiqet që të legjitimohet, pra Partinë Mundësia që përpiqet të legjitimohet në fushën politike, që do thotë për të garantuar e për të patur një vend normal dhe si thua të gjithë pranuar edhe nga jo vetëm aktorët e tjerë, po në përgjithësi nga elektorati shqiptar. Pra që Partia Mundësia në këtë kuptim të jetë një faktor i rëndësishëm i politikës shqiptare. Pra një faktor që të mos thotë njëri pse janë këta, sepse është Partia Demokratike aty dhe e bën ajo opozitën këta pse duhen në një farë mënyre. Ose pse janë këta, sepse është Partia Socialiste dhe qeverisa jo këta pse duhet kenë alternativa programore etj. Pra ideja është për të legjitimuar fillimisht dhe natyrisht edhe për të rritur, pra aq sa mund të rritet një parti që ka marrë 2 deputet në zgjedhjet e fundit, pra dhe ku diun diku afër 50.000 vota, me sa kujtoj, 40 pak. Më shumë se sa gati 50.000, edhe në këtë kuptim kemi fazat ndryshme. Pra Partinë Demokratike e cila është në fazë mobilizimi dhe Partinë Mundësia, për shembull, që është në fazë legjitimimi dhe rritje. Kështu që nuk përputhen as fazat që të kenë raporte normale këto dy
parti me njëra tjetrën dhe që të kishim një, si thua, një sinkronizim të energjisë opozitare, për shembull. Dhe këto mospërputhje fazash, por edhe objektivash, me sa kuptohet, reflektohen edhe tek polemika që ka filluar tashmë mes tyre. Nga njëra anë kemi Partinë Demokratike dhe sidomos zotin Berisha që artikulon shumë të këto. Ti je për bashkim, është një tezë që flitet shumë, por kam dëgjuar edhe disa analistë të tjerë, zoti Siamini thotë që kjo është një tezë komuniste, nuk ka në një pikë përse palët duhet bashkohen se s'bën në opozitë. Shikoni, unë po ju flas si një njeri që një strategjin politike dhe që... si studiues. Po pra, në këtë sens. Kur them që një strategjin, në kuptimi që ka studiuar strategjin politike, edhe teorikisht, po edhe në mënyrën se si aplikohet nga forca politike në Shqipëri, për shembull. Dhe unë do ju thoja këtë që, se ideja është të maksimizosh fitimin dhe të minimizosh humbje. Kjo është e gjithë çështja. Duke përdorur pikët e tua të forta, duke mbuluar ato të dobta, pa diskutim. Tani, se ky është thelbi fundja i strategjisë politike. Një bashkim mekanik i forcave opozitare, unë mendoj që nuk do i vlente ndonjë gjë opozitës në kushtet që është, edhe për arsyeën se edhe sikur të bashkoheshin të gjitha, po themi, aksionet opozitare sot, duke mbajtur parasysh sa vota kanë marrë Partia Demokratike dhe sa vota kanë marrë partitë e tjera të opozitës, prap janë larg numrave që ka Partia Socialiste që është në pushtet. Që do të thotë, një bashkim mekanik i forcave të opozitës nuk do ndryshonte ndonjë gjë në qeverisin e vendit, në kushtet që jemi. Për këtë arsye, nuk më duket se nuk bën sens strategjik ky lloj bashkimi. Sepse do rriste deri diku opozitën në kuptimin numerik, pra duke bashkuar Partinë Demokratike me disa parti të tjera, ndoshta edhe me të gjitha partitë të tjera, mirë po prap nuk do ta bënte dot alternativë të pushtetit. Dhe kjo do të thotë që nuk është vetëm çështje numrash, po është çështje cilësie. Nuk është sasi, po është cilësi, që do të thotë duhet ndryshuar qasja e opozitës, duhet ndryshuar mënyra se si i qasen elektoratit, modernizimit vendit, modernizimit të partive vet, pra mënyra se si funksionojnë edhe së brendshmi, çfarë ofrojnë, se nuk mund të ofrosh vetëm antikorrupsion, nuk mund të ofrosh vetëm skemi për narkoshtet, nuk mund të ofrosh vetëm ti Ikrama. To janë oferta. Pra denoncime, po themi, ose konstatime. Sepse kjo është negative, kjo është, si më thënë, çfarë nuk duhet. Mirë po, njerëzit nuk votojnë vetëm për çfarë nuk duhet, ose më saktë nuk votojnë për çfarë nuk duhet. Njerëzit votojnë, të paktën ata njerëz që vendosin zgjedhjet dhe që janë ata përtej bazës, pra jo militantët, jo njerëzit që rrinë me partinë gjithkohon edhe çfarëdo që të bëj partia nuk lëvizin për aty, por ata qytetarët që kujdesen për fëmijët e tyre, për shërbimet që t'i kenë sa më të mira, për sigurinë që t'i jetë e kështu me radhë. Këta qytetarë racional, për te i bazës, pra publiku i gjerë, shtrojnë pyetje të tjera, duan të dinë dhe të kenë një ofertë jo të bazuar te frika, po te shpresa, duan një, si thua, një jetë më të mirë dhe duan garancinë që opozita do ta sjellë atë. Mirë po, duke mos e artikuluar, se deri tani nuk ka ndodhur, të paktën në Partia Demokratike, që është forca kryesore e opozitës shqiptare, duke mos e patur këtë lloj oferte të rrënjosur në shpresë dhe që artikulon shpresën për një të ardhme më të mirë, atëherë natyrisht që nuk mund të presim zgjerim. Dhe unë këtë desha të them. Nëse nuk flet me gjuhën e shpresës, nuk mund të zgjerohesh. Klementin, e dua të qartë dhe të thjeshtë se dua kaloj edhe në pikë të tjera. Mundet Partia Demokratike me këtë leadership që ka të jetë pretendente reale për ekzekutivin? Unë mendoj që si do të reklamosh një produkt i cili nuk është modernizuar mjaftueshëm, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për liderin e Partisë Demokratike, pra zotin Berisha, që po themi që ka kaq vite në politikën, ka shumë vite pranë politikën shqiptare. Por edhe për ekipin drejtues në përgjithësi, por edhe për ofertën programore, por e për shumë për platformat që ofrojnë, për mënyrën e të bërit politik. Pra nëse nuk modernizohen gjitha këto, atëhere nuk më duket se është e mundur që diferencat ngushtohet pikëspari midis Partisë Socialiste dhe opozitës ose Partisë Demokratike si forca kryesore, aq më pak që të kemi një ndryshim pushteti. Pra duhet domosdo modernizim në opozit. Pa modernizim, çfarëdo lloj teknikash PR-i, reklamimi,
e tjerë të bëhen, sa do brillante t'jenë, modernizim, nuk mundet dot. ndryshim figurash, apo riciklim që është ajo që do ndodhi më shumë gjasa në pranverë? Unë nuk e di sa kohë kemi, por mund t'ju bëja vetëm një paralele. Shkurtimisht, 2 minuta se duhet kalojmë pika tjetër. Në rregull. Po marrë një rastin e partisë, një partie që ideologjikisht është në krahun tjetër, në fakt, laboriste në Britaninë e Madhe. Konservatorët, me Margaret Thatcherin, John Majorin e kështu me radhë, kishin ja 4 mandate që fitonin. Dhe laboristët ishin 4 mandate në opozit. Është një situatë e ngjashme, pra se dhe tani këtu kemi zotin Rama. Ndodhi me Tony Blair në vitet 2007-2005. Çfarë ndodhi me Tony Blairin? Dhe pse laboristët nuk fitonin kurrë? Sepse votuesit kishin frikë nga Old Labour, pra nga partia laboriste e vjetër, tradicionale, partia që ishte partia e sindikatave, partia që thoshte do të çarmatosemi, ndërkohë që bota ishte në luftë, po themi. Pra, partia që nuk garantonte as siguri, as progres, as mirëqenie, por i kërcënonte të gjitha këto. Pra me ekzistencën e saj, me atë program që kishte, me atë mentalitet që kishte, e me radhë me radhë. Çfarë ndodhi? Që nga emri i partisë, ata ndryshuan, nuk ishte më, u bën laboristët e rinj, New Labour, si më thonë. Një lider i ri, i cili ishte energji tjetër, nuk dukej si nga sindikatat e kështu me radhë. Pra, ishte komplet një pthyerje me të shkuarën. Kur laboristët ndryshuan, fituan 3 mandate rresht pastaj. Për mua ky është një leksion që duhet ta ketë dhe ta ndjek edhe Partia Demokratike e Shqipërisë, pra duhet të modernizoj sa më shumë që të ketë mundësi, nuk po them çdo gjë, po sa më shumë që të ketë mundësi. Kalojmë te majoranca. Një betejë e lehtë me kundërshtarin politik, por e vështirë me drejtësinë. Po, në fakt majoranca është pikërisht në këtë lloj paradoksi, pra politikisht është e sigurt, juridikisht është e tronditur. Në fakt, zoti Rama mund të mbaj pushtetin në këto kushte gjatë, pra edhe zgjedhjet e ardhshme, etj, pra ka diferencë të mjaftueshme. Ka organizim shumë të detajuar të fushatave, etj. Por, problemet që ka me drejtësinë, ku njerëz nga më të lartët e qeverisë ti, ose kanë shkuar në dyert e drejtësisë, ose kanë dalë të njollosur prej andej, ose të ndëshkuar e kështu me radhë, ose në arrati, pra të gjitha këto probleme, në një farë mënyrë e bëjnë atë që edhe pse ka legitimitet institucional, pra numrat nuk i vën njëri në diskutim, diferenca në numra është e ndjeshme me opozitën, nga ana tjetër ka një legitimitet moral të rënuar, të goditur në shumë pika, domethënë. Sepse dhe këtu prapë edhe zoti Rama është në sensin e legjitimimit, pra në fazën e legjitimimit, pse duhet jetë, pse duhet vazhdoj të jetë, çfarë ka ende për të dhënë. Pra këto janë pyetjet që ti duhet legjitimosh qenien tënde dhe pse i ke numrat, se kjo është paradoksi i zotit Rama dhe i qeverisë së Partisë Socialiste. Pra numrat janë, mirë po njerëzit kanë pikpyetje, pse vazhdojnë të qeverisin ende këta, çfarë do bëjnë më mirë se ç'kanë bërë. Pse duhet neve t'i besojmë që t'i mandatojmë prapë, e me radhë. Pra këto janë kushtet, mendoj, në cilat gjendet Partia Socialiste dhe qeveria e saj. Në sensin gjithmonë të legjitimimit, në raport me elektoratin shqiptar, jo, ndërkohë që në raport me opozitën e kemi thënë, dhe unë po e them prapë, numrat janë, pra garancia numerike që mund të votojnë e të miratojnë reformat si ti duan të bëjnë, por... Ti, si studiues i politikës, ke studuar jashtë, pra mund të bësh paralelizma të shumta. Si ka mundësi që një forcë politike, pasi periudhë të gjatë, me probleme, si që është Partia Socialiste, vion të dominoj skenën? Është vetëm dobësi e kundërshtarit, apo është dhe merit e saj? Si e ndanë? Shikoj, janë të dyja, në fakt, mendoj, sepse çështja është këtu. Unë sapo thash që legitimiteti institucional, si thua ajo perfeksioni teknik për të bërë gjërat, organizimi e me radhë, është në nivele të larta në Partinë Socialiste. Pra, gati çdo gjë është e kontrolluar, mesazhi është i kontrolluar, daljet e Ramës për shembull, me që ai është artikuluesi kryesor i frymës Partisë Socialiste dhe i qeverisë, daljet e tij janë nga pikpamje teknike janë gati perfekte. Në kuptimin në tonalitetin e duhur, në kanalin e duhur, të kuruara, e me radhë. Pra, nuk para ka gafa.
nuk ka gafa, madje edhe për çështjet nxehta, për shembull shkoi zoti Rama në parlamentin izraelit, apo jo. Po. Sigurisht pati një zhurmë këtu, mirë po ajo është e gjitha e kalkuluar që më shumë merr vota se sa heq vota, për shembull. Ose më shumë siguron kapital simbolik se sa ja heq kapitalin simbolik. Në këtë sens llogaritë bëhen mirë në Partinë Socialiste. Llogaritë bëhen mirë nga stafi i zotit Rama, në kuptimin profesional të fjalës. Patjetër, kuptohet. Kështu që pra ky kurim, kjo, si më thon, fushat e përhershme nga ana e tyre, funksionon mirë, sinkronizohet shumë mirë. Ama nga ana tjetër kemi probleme të qeverisjes që, pra si më thon, e cila çdon në shumë gjëra. Njerëzit janë pak kënaqur dhe shprehin her pas here në mënyrat e tyre. Dhe aq më miq janë pak kënaqur. Patjetër. S'mund të jetë kënaqur 100%. Që do ishin kënaqur në kushtet që jemi, do kishin, por vetëm ta do kaloj pak te partitë e reja. Në rregull. Vetëm për ta mbyllur si argument. Por nga ana tjetër kemi edhe Partinë Demokratike mbi të gjitha, po edhe partitë e tjera të opozitës sigurisht, të cilat nuk kanë bërë atë që duhej bërë, ose kanë, pra si më thënë, kanë mbetur mbrapa në modernizim. Kanë mbetur me të njëjtat programe, me të njëjtat figura, jo, në sensin e të njëjtës ofertë, se njerëzit nuk duan të dinë shumë po përdor iPad apo po përdor Këtu shkojmë te pyetja tjetër, pastaj duan apo nuk dinë. Këto pastaj janë çështje që shiko, edhe një herë, një parti politike nuk është pengja skujt në një farë mënyre, sepse është një pluralitet, janë shumë fate, shumë njerëz që shumë vullnete që bashkohen. Për ta bërë më konkret, duhet gjente mënyrën për të dalë nga aty ku ka rënë. Klementin, dalim nga dy partitë e mëdha. Partitë e reja, si shikon aksionin e tyre opozitar? E ceke pak mundësin, po ndërkohë flasim pak për partitë e tjera. Nisma Shqipëria bëhet, tashmë është vetëm Lapaj, Iku Shabani, partitë e tjera, si shikon? Alin Qorri? Po, qartë. Unë mendoj që në përgjithësi partitë e reja, që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit, kanë një sfidë shumë të madhe për të ruajtur të njëjtat kuota që kishin, të njëjtin numër votash që morën. Rritje? Rritja është e vështirë, sepse duhet mbajtur parasysh një gjë. Elasticiteti i votës tek partitë e reja shumë i madh, shumë i lartë, që do të thotë, sot e ke votuesin, nesër nuk e ke. Duhet dish ta mbash, nuk është votë e konsoliduar ajo. Është një vot, po themi, proteste, vot pa kënaqësie, me dy partitë e mëdha, sigurisht, dhe me çfarë kanë ofruar ato. Mirë po ashtu sikundër kjo vot jepet në një moment, duhet punuar shumë për ta mbajtur. Në këtë sepse një gaf që mund të bësh, siç ishte ajo për shembull midis Lapaj dhe Shabanit, pra një sherr i verës, shernaj, sigurisht që uli shumë, jashtëzakonisht shumë kuotat e të dyja. Për shembull, Nisma Thuri unë nuk dija ekziston më e pare punës, ndërkohë që Shqipëria bëhet nuk di sa është pakur, si më thënë, është kurrur. Dhe është kurrë dhe duket sikur është Lapaj dhe ndoshta tek këtu 1-2-3 njerëz tjerë, po pastaj nuk kuptohet se sa pra ka rënë në kuotat e saj. Është e qartë në perceptimin publik, edhe pse kemi ca matje sigurisht, po dhe në këto kushte... Po Qorri? Jep një koment për partinë e zotit Qorri. Partia e zotit Qorri, unë mendoj se, dhe me çfarë kam parë dhe studiuar, si më thënë, mendoj se ka një lloj koherence pa diskutim, ideologjike, mirë por nuk ka rritje. Mjafton ideologjia, Klementin? Po jo, ideologjia mjafton... Dhe a hesën ideologjia e majt në një treg politik si Shqipëria që e ka një të majt, si që është PS-ja, edhe pse me tendenca të djathtë. Shikoni, ka një të majt e cila shpeshherë sillet si e djathtë, kjo është problemi. Dhe në këtë sens lë vakum për një parti tipikisht majt, si për shembull Lëvizja Bashk. Mirë po, unë nuk shoh ndonjë rritje të Lëvizjes Bashk. Shoh që ata që kanë qenë vazhdojnë, ndoshta janë, energjizohen, mobilizohen, mbahen, si me thënë, mbahet ajo fryma, mirë po rritja kërkon tjetër gjë. Siç u thash, rritja nuk është vetëm të flasësh kundër oligarkëve. Pra të folurit kundër, denoncimi, protesta, gjitha këto, janë, si me thënë, për të mbajtur atë që ke, po nuk mund të rritesh për te. Rritja kërkon që ti t'japësh mesazhe shprese. Nuk është shpresë kjo. Shpresa duhet artikuluar, nuk mjafton as ta thuash fjalën shpresë. Duhet dish si ta bësh të kuptueshme për atë njeriu që ndoshta s'ka lexuar asnjë libër, ndoshta s'do as lexojë asnjë libër, ndoshta s'do të shohë as shumë emisione politike, por do që fare thjesht t'ia thuash pse nesër do jetë më mirë se sot. Shumë qartë.
30 sekonda, jemi në limite. Qeveria teknike e mundur apo është vështirë sepse numrat janë ato që janë? Qeveria teknike është e mundur nëse ka interes nga ana e Partisë Socialiste për ta krijuar. Unë nuk e shoh të mundur ndryshe. Pra, sado presion të bëj opozita, Partia Demokratike, mbi të gjitha, kështu me radhë nuk besoj se do prodhonte dot si rezultat qeverinë teknike. Nëse pastaj i intereson mazhorancës qeveria teknike dhe mund t'i interesoj për shkak të problemeve që kanë me drejtësinë, pra me tensioneve etj me drejtësinë, dhe ndoshta mund gjendej si një lloj formule për, si thua, ka përcyer disi këtë kapitull, atëherë po mund të ishte e mundur. Në të kundërt vështirë. Klementin Mile, faleminderit. Erdhëm në fund të temës së ditës. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund të temës së ditës edhe për sot. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Takimin tonë të radhës se kemi si gjithmonë nesër në orën 16:35.